Shijet autentike të ushqimeve tradicionale të Korçës kanë zbritur në Myzeqe nëpërmjet shtëpisë së Lakrorit, lokalit me gatime tradicionale më të ri të hapur në qytetin e Fierit nga 3 shoqe, Matilda Dushku, Kela Ferko dhe Diteta Brakaj. Kjo është një sipërmarrje e ngritur mbi pasionin për gatimin tradicional dhe dëshirën për të sjellë në çdo tryezë familjare shije të vërteta shtëpie, është shprehur bashkëpronarja Matilda Dushku. Sipas saj, shtëpia e Lakrorit ofron shërbim pa tavolina dhe pa praninë fizike të klientëve, por vetëm me porosi online dhe telefonike për evente familjare, bankete festive dhe raste të veçanta, duke e sjellë traditën drejt në tryezën tuaj. Ky nuk do të jetë një restorant, ky nuk do të hahet këtu, është vetëm gatimet dhe të gjitha do të jenë me shërbim delivery për të shpërndarë nëpër shtëpi, nëpër restorante, nëpër festa. Pra këtu vetëm do të gatuhet, sepse lart është një kuzhinë shumë moderne që i plotson të gjitha standardet për gatimin. Bashkëpronarja Kela Ferko ka theksuar se Lakror të pjekur sipas traditës, byrek shtëpie, tava dhe gatime autentike janë pjesë e një menuje që ndryshon çdo ditë, duke ruajtur shijen dhe cilësinë e recetave tradicionale. Gjithashtu ajo ka pohuar se menuja që bazohet në gatime tradicionale ndryshon çdo ditë tek shtëpia e Lakrorit, sepse disa shije nuk janë thjesht ushqim, janë kujtime, janë rrënjë, janë dashuri që trashëgohet nga brezi tek tjetri, ashtu si në Korçë edhe në Fier. Kemi besim te puna jonë dhe kemi besim sepse është një gjë e re në Fier, plus cilësia dhe standardet në punë. Në ceremoninë e përurimit morën pjesë deputetja e Partisë Socialiste për qarkun Fier Antoneta Dhima, drejtoresha e Artit dhe Kulturës në Bashkinë Fier, poetesha Elmira Rama, si dhe të ftuar nga fusha e kulinarisë, miq dhe dashamirës. Shtëpia e Lakrorit ndodhet në lagjen Kongresi i Përmetit në Fier, shije me traditë dhe cilësi për çdo familje, nga e hëna në të premte, nga ora 10 në orën 19, porosi dhe kontakt në 068 44 55 606.